Parashikimi i yjeve për periudhën 28 prill 4 maj 2025. Çfarë na tregojnë yjet për punën, dashurinë, financat, shëndetin për secilin shenjë, si dhe do të ndiqni këshillën e javës për çdo shenjë të zodiakut. Ju ftojmë të na ndiqni. Dashi, dita me fat e diel 4 maj. Kjo javë do të jetë plot energji për ty. Yjet të japin shtysën që të nevojitet për të vepruar me vendosmëri dhe për të treguar veten në çdo fushë të jetës. Puna, Marsi të mbështet fuqishëm këtë javë, do të ndihesh i sigurt dhe gati të marrësh përgjegjësi të reja. Është momenti i duhur për të rifilluar projekte që i ke lënë pezull. Kolegët do të shohin te ti një lider të vërtetë, prandaj mos hezito të japësh ide dhe të udhëheqësh me guxim. Dashuria, në marrëdhënie është koha për të qartësuar çdo keqkuptim. Bisedat e hapura do të sjellin afrim dhe harmoni. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë interesant nga rrethi shoqëror apo gjatë një aktiviteti të papritur në mesjavë. Financat, je i kujdesshëm me shpenzimet këtë javë. Edhe pse mund të tundohesh nga blerjet e shpejta, është më mirë të mendohesh për periudhën afatgjatë. Bë një plan financiar dhe fokuso vëmendjen te kursimet dhe investimet e mençura. Shëndeti, energjia jote është e lartë, por kujdes mos e tepro. Aktivitete fizike si vrapi, ecja dhe palestra do të ndihmojnë të shkarkosh stresin. Fundjava është ideale për pushim dhe për të rikthyer në ekuilibër emocional. Një shëtitje në natyrë ose meditim do të jenë shumë të dobishme. Këshilla për javën. Dëgjoj instinktin tënd, mos harro të marrësh parasysh dhe mendimet e të tjerëve. Balanca ndërmjet guximit dhe maturisë do të sjellë sukses. Demi, dita me fat e diel 4 maj. Kjo javë nis me ndikim pozitiv të Venusit, planetit të dashurisë dhe bukurisë, që të jep hijeshi dhe sharm natyral. Do të ndihesh i hapur ndaj njerëzve dhe i aftë për të ndërtuar lidhje të reja. Puna, koha ideale për të bashkëpunuar dhe filluar projekte të reja. Do ndihesh i vlerësuar për qasjen tënde të qëndrueshme dhe të besueshme. Nëse je në pozicion udhëheqës, tani është momenti për të frymëzuar të tjerët dhe për të sjellë rezultate të mira në të gjithë ekipin. Dashuria, marrëdhëniet marrin një kthesë pozitive. Në çift do të keni më shumë harmoni dhe afërsi emocionale. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë interesant gjatë një aktiviteti shoqëror apo në punë. Fillo bisedë me sinqeritet dhe pa nxitim. Financat. Një mundësi e mirë financiare mund të shfaqet këtë javë. Megjithatë, për të përfituar maksimalisht, duhet të jesh praktik dhe të analizosh çdo detaj. Mos u nxito në shpenzime të mëdha. Mendo afatgjatë dhe ruaj ekuilibrin. Shëndeti, do të ndihesh më mirë nëse merr kohë për veten. Praktikat si yoga, meditime apo një masazh i thjeshtë do të ndihmojnë të largosh stresin. Kujdesu për trupin dhe mendjen në mënyrë të njëjtë. Këshilla për javën, ruaj qetësinë në situata të vështira dhe mos harro se durimi është forca jote më e madhe. Bëj plane të qarta për të ardhmen dhe beso në rrugën që po ndjek. Binjakët, dita me fat e mërkur 30 prill. Kjo javë premton të jetë shumë aktive për ty. Me Mërkurin, planetin tënd udhëheqës, një pozicion të fuqishëm, komunikimi dhe mësimi marrin rëndësi të veçantë. Do kesh shumë mundësi për të ndarë idetë tua për të mësuar gjëra të reja që ngjallin kurreshtje. Puna, një javë perfekte për të ndërtuar rrjete të reja dhe për të bërë kontakte të rëndësishme që mund të hapin dyert në karrierë. Ide të reja do të vinë natyrshëm. Mos hezito t'i prezantosh ato në takime apo projekte. Megjithatë, vlerëso mirë njerëzin me të cilën lidhesh për të shmangur zhgënjimet. Dashuria, romanca ndizet në mesjavë. Nëse je në lidhje, është koha për të thelluar marrëdhënie me biseda të sinqerta dhe aktivitete që ofrojnë më shumë. Për beqarët mund të ketë rikthime nga e kaluar ose njohje të reja që duken menjëherë të veçanta. Financat, kujdes me transaksionet financiare këtë javë. Mos u mbështet te fjalët. Sigurohu që çdo marrëveshje të jetë e dokumentuar qartë. Shëndeti, jeta dinamike mund të lodhë, ndaj gje kohë për të kujdesur për veten. Fillimi i një regjimi të ri fitnessi, si vallëzimi, noti apo ecja në natyrë mund të ndihmojë të ndihesh më mirë fizikisht dhe mendërisht. Këshilla për javën, përdor natyrën tënde kurreshtare për të mësuar dhe për të ndërtuar ura të reja dhe për të përmirësuar jetën tënde. Fleksibiliteti do të jetë çelësi i suksesit. Gaforja, dita me fat e mërkur 30 prill. Kjo javë sjell emocione të veçanta
dhe lidhje të thellë me njerëz të afërt. Hëna, planeti yt udhëheqës të ndihmon të përqendrosh te shtëpia dhe familja. Puna, në punë do të ketë ndryshime të vogla, ndaj fleksibiliteti është i rëndësishëm. Trego gatishmëri për të përshtatur me rrethanat dhe mos ke frikë të tregosh anën tënde të butë, ajo do të vlerësohet. Dashuria, javë ideale për të forcuar lidhjet familjare për të shëruar marrëdhëniet e vjetra. Nëse ke patur tensione me një person të dashur, tani është koha e duhur për të folur me ndjenjë dhe mirëkuptim. Në çift planifikoni projekte të përbashkëta që japin jetë lidhjes tuaj. Financat. Tregohu vigjilent me shpenzimet, mos merr vendime të nxehtuara financiare. Një mundësi e papritur mund të vijë përmes një miku ose lidhjes së vjetër. Mbaj mend të jesh realist kur e vlerëson. Shëndeti, kujdesu për veten duke u çlodhur mjaftueshëm dhe duke qëndruar i hidratuar. Stresi emocional mund të ndikojë në trupin tënd këtë javë, ndaj gje kohë për aktivitete që të japin qetësi. Këshilla për javën, lejo instinktin të udhëheq, intuita jote është shumë e fortë tani dhe të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Luani, dita me fat e mërkur 30 prill. Energjia e diellit këtë javë të jep një shtytje të madhe vetbesimi dhe të fton të dalësh në pah luan. Puna është koha e dur për të marrë hapa të mëdhenj në karrierë ose për të nisur një projekt që ke dashur prej kohës. Kujdes, mos merr shumë përgjegjësi, më shumë se ç'mund t'i mbash. Organizimi është çelësi. Dashuria. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe hapja emocionale do të forcojnë lidhjet. Jep dashuri pa frikë dhe mos i mbaj ndjenjat të fshehura. Luanët beqar mund të tërheqin vëmendje të reja romantike fal karizmës së tyre natyrale. Financat. Financat duken premtuese, mund të lindi mundësi të reja për investime ose fitime. Megjithatë, mos shpenzo më shumë nga sa është e nevojshme. Fokusoje energjinë në plane afatgjata që sillin stabilitet. Shëndeti. Për të ruajtur energjinë e lartë, kombino aktivitetin fizik me argëtim. Një sport i ri ose hobi energjik mund të jetë pikërisht ajo që do për të mbajtur trupin dhe mendjen në formë. Këshilla për javën, mos ke frikë të dalësh në skenë dhe të tregosh atë që ke për të ofruar. Bota ka nevojë për dritën tënde. Virgjëresha, dita me fat e diel 4 maj. Kjo javë të fton të përqendrosh në detaje dhe organizim. Me Mërkurin që fuqizon anën tënde analitike, ke një mundësi të artë për të zgjidhur probleme dhe për të përmirësuar rutinën tënde të përditshme. Puna, fillimi i javës është perfekt për të rregulluar ambientin e punës dhe për të vendosur një sistem efikas në detyrat e tua. Vëmendje ndaj detajeve do të ndihmojë të dallosh në sy të eprorëve dhe kolegëve. Mund të shfaqen bashkëpunime të reja. Dashuria. Në jetën personale është një moment i mirë për të diskutuar planet e së ardhmes me partnerin ose për të sqaruar ndonjë çështje të mbetur pezull. Sinqeriteti dhe kujdesi në fjalë do të jenë çelësi për të forcuar lidhjet. Financat. Këshillohet të mbetesh konservator në fushën financiare, evito rreziqet e panevojshme dhe fokuso vëmendjen në ruajtjen dhe forcimin e atyre që ke aktualisht. Një plan i mirë financiar do të sigurojë më shumë stabilitet në muajt që vijnë. Shëndeti. Këtë javë shëndeti mendor kërkon vëmendje të veçantë. Praktika si yoga, meditimi ose pushime të shkurtra relaksuese do të ndihmojnë për të ruajtur qetësinë dhe ekuilibrin. Mos neglizho nevojën për pushim dhe çlodhje. Këshilla për javën, bazohu te natyra jote praktike dhe e matur për përmirësime të vogla. Beso në gjykimin tënd dhe çdo hap do të çojë më pranë suksesit. Peshorja. Dita me fat e diel 4 maj. Kjo javë për ty peshore është plot harmoni dhe mundësi të reja në marrëdhënie fal ndikimit pozitiv të Venusit. Puna. Në vendin e punës, bashkëpunimi dhe diplomacia do jenë çelësi suksesit. Nëse ke projekte në grup, fjalët e tua të kujdesshme dhe ekuilibri yt do të ndihmojnë për t'i çuar përpara. Dashuria. Kjo javë është ideale për të forcuar lidhjet romantike ose për të krijuar njohje të reja për ata që janë beqar. Komunikimi i qartë dhe ndjeshmëri do të sjellin më shumë afërsi dhe komunikim. Financat. Kujdes me vendimet financiare. Është momenti i mirë për të ribashkuar buxhetin dhe për të planifikuar investime të mençura, por shmang nxitimin në marrëveshje të reja pa analizë të thellë. Shëndeti. Koha për t'i kushtuar vëmendje miqësisë dhe anës shpirtërore.
Shëtitjet në natyrë, yoga ose aktivitete që t'japin qetësi do të jenë shumë të dobishme. Këshilla për javën: kujdes balancën tënde të brendshme. Mos lejo që lodhja emocionale të udhëheqë nga qëllimet që ke vendosur. Akrepi. Dita me fat e diel 4 maj. Një javë transformimi dhe forcimi për ty akrep, fal ndikimit të Marsit që të jep energji dhe vullnet të sigurt. Puna në fushën profesionale, mos ke frikë të marrësh iniciativa dhe sfidat më të vështira mund t'i kalosh me këmbguljen tënde. Tregohu i kujdesshëm në komunikim me kolegët për të shmangur keqkuptimet. Dashuria. Emocionet këtë javë janë të thella. Flisni hapur me partnerin për ndjenjat dhe dëshirat tuaja. Beqarët mund të kenë një tërheqje nga një i ri. Shanse për lidhje serioze janë të mira. Financat. Ki kujdes me shpenzimet e papritura. Është një kohë e mirë për të ribashkuar kursimet dhe për të bërë plane afatgjata. Mos i nënvlerëso shpenzimet e reja. Shëndeti. Mos neglizho kujdesin për trupin dhe mendjen. Një rutinë e ekuilibruar mes stërvitjes dhe pushimit do të ndihmojë të ruash energjinë tënde të brendshme. Këshilla e javës: beso në fuqinë tënde të brendshme. Edhe nëse përballesh me sfida, ti di si t'i kthesh ato në rritje profesionale. Shigjetari. Dita me fat e diel 4 maj, një javë e mbushur me zgjerim dhe mundësi të reja për ty shigjetar. Fal ndikimit të Jupiterit që të shtyn drejt aventurave të reja. Puna. Në fushën profesionale priten mundësi të papritura që kërkojnë guxim dhe vizion. Bashkëpunimi me të tjerët mund të hapë dyert të reja. Je i hapur ndaj ideve të ndryshme dhe mos nguro të marrësh hapa të guximshëm. Dashuria. Komunikimi i sinqert është çelësi këtë javë. Shpreh ndjenjat me hapje dhe do të shohësh marrëdhëniet e tua të forcohen. Për beqarët, një njohje e re mund të sjellë shumë emocion. Financat. Është një moment i mirë për të eksploruar rrugë të reja fitimi ose investimesh, por mbaj qasje të kujdesshme dhe mos merr vendime të nxituara. Shëndeti. Zhvillo aktivitete fizike për të ruajtur energjinë dhe motivimin. Një rutinë e larmishme do të mbajë në formë dhe të motivuar. Këshilla për javën: shijo çdo moment dhe mbaj gjithmonë syt nga horizonti i mundësive. Përdor këtë energji për të ndërtuar një të ardhme akoma më të ndritur. Britsjapi. Dita me fat e diel 4 maj, një javë ku struktura dhe përkushtimi do të çojnë përpara britsjap, në ndikimin e fuqishëm të Saturnit. Puna. Në karrierë është momenti ideal për të përfunduar projekte dhe për të marrë përgjegjësi të reja. Puna e palodhur dhe vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehen. Mund të shfaqen mundësi për të afirmuar në pozita udhëheqëse. Dashuria. Përkushtimi ndaj marrëdhënieve personale është po aq i rëndësishëm sa karriera këtë javë. Bëj kohë për ata që i do dhe trego vlerësimin tënd. Financat. Rishiko kursimet dhe investimet. Java është shumë e favorshme për planifikime financiare dhe për të ndërtuar një bazë të qëndrueshme për të ardhmen. Shëndeti. Rutinat e kujdesit për shëndetin janë thelbësore. Ushtrime të rregullta dhe momente të qeta për relaksim do të ndihmojnë në ruajtjen e energjisë dhe balancës mendore. Këshilla për javën: beso në përkushtimin dhe qëndrueshmërinë tënde. Ti i ke të gjitha mjetet për të ndërtuar suksesin që ëndërron. Thjesht ec përpara me vendosmëri. Ujori. Dita me fat e premte 2 maj, një javë e mbushur me ide të reja dhe ndryshime pozitive për ty ujor. Fal ndikimit të Uranit që nxit inovacionin dhe origjinalitetin. Puna. Në fushën profesionale do ndihesh i frymëzuar të dalësh nga rutina dhe të aplikosh zgjedhje kreative. Mos hezito të ndash idetë tua, ato mund të sjellin ndryshime të rëndësishme. Bashkëpunimet janë shumë të favorizuara. Dashuria. Në marrëdhënie mbaj mend të jesh i hapur dhe i adoptueshëm. Mund të shfaqen situata të papritura, por me mirë kuptim gjithçka do ecë në drejtimin e duhur. Financat. Shiko objektivat afatgjata dhe mos ke frikë të eksplorosh metoda pak tradicionale për të arritur qëllimet financiare. Megjithatë, vepro me kujdes. Shëndeti. Përpiqu të ruash balancën mendore dhe fizike përmes aktiviteteve që stimulojnë trupin dhe mendjen njëkohësisht. Këshilla për javën: përfaqëso ndryshimin dhe leje spontanitetin të udhëheq. Zbulimet më të mëdha ndodhin kur je i hapur ndaj ndasive.
Peshqit, dita me fat e premte 2 maj, një javë ku intuita dhe ndjeshmëria jote janë më të forta se kurrë, në ndikimin e Neptunit që të ndihmon të lidhesh me thellësinë tënde të brendshme. Puna, fillimi i javës sjell frymëzim të madh në projekte kreative apo udhëtime shpirtërore. Përdor imagjinatën për të parë mundësi të reja si në karrierë dhe në jetën personale. Dashuria, marrëdhëniet personale thellohen përmes bisedave të ndershme dhe të sinqerta. Është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat pa frikë. Financat. Shmang shpenzimet impulsive dhe bëj një vlerësim të kujdesshëm të situatës financiare. Planifikimi i qëndrueshëm është thelbësor. Shëndeti. Kujdesu për mirëqenien tënde emocionale. Këshilla e javës, beso në ëndrat e tua dhe ndiq shenjat që të jep intuita. Kjo javë është e artë për arritje personale dhe krijimtari. Ky ishte horoskopi i javës 28 prill 4 maj 2025. Ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar suksese në punë, në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë. Paçi fat.